t'ju njoftoja për sa i përket finalizimit të një lajmi shumë të mirë për gjitha bashkitë në vend. Granti për 20 milionë euro është i akorduar nga Emiratet e Bashkuara, tashmë është formsuar dhe shumë shpejt një logjistike plot me mjetet, cilat janë të domosdoshme për bashkitë për të parandaluar efektet e ndryshimeve klimatike, por në të njëjtën kohë edhe për të përmirësuar infrastrukturën, sidomos në zonat rurale. Ky është një lajm shumë i rëndësishëm për to. Ndërkohë, ajo çfarë sot besoj që po ashtu për bashkitë është një lajm shumë i rëndësishëm, është programi kombëtar i parkimeve. Ky është një program i cili do të prekë sidomos zonat urbane dhe bashkitë cilat janë të prekura nga flukset turistike. Është një program i cili do të evidentojë të gjitha kapacitetet që janë territor për ndërtimin e parkimeve të reja. Këto mund të bëhen edhe në bashkëpunim me sektorin privat. Ky program në thelbin e vet do të rrisi funksionalitetin e qyteteve dhe në njëjtën kohë përmirësojë cilësinë e jetesës qytetarëve, sidomos kur flasim për zonat urbane. Po ashtu ditën e sotme kemi kaluar 4 bashki të tjera për sa i përket zonave prioritare dhe paketa e maleve vazhdon të jetë në fokus të punës të bashkive. Treguesi ku javë pas jave ne miratojmë zonat prioritare të bashkive të cilat akoma si kanë miratuar, tregon shumë mirë edhe kërkesën dhe kuptimin e kësaj paketes nga vetë bashkia dhe aq më tepër nga qytetarët që janë të interesuar për të përfituar nga kjo mundësi reale dhe e cila është shumë e qartë për sa i përket kategorive që mund të përfitojnë dhe çfarë mund të bëhet me këtë mundësi.